Nisja është aq që shpejt, saq nuk mbet asnjë copë pluhuri pa lëvizur. Këtë ndjesi e patën çdo garues nga 65-a ishin në garën off-road që u mbajt të diellën në jezerë të Ferizajit, të organizuar nga Motoklub Vjosa në bashkëpunim me Federatën e Autosportit të Kosovës. Tereni malor, pamje e bukur nga natyra, u bën faktor për shikuesit që të ishin në numër të madh. E padyshim për të organizuar një sfidë të tillë me kaq shumë ngasës, ka edhe sfidën e vete. Sfidat janë, kuptohet në radhë parë janë financat, përkraja financiare, tani dytat janë edhe ato sfida tjera të leje të pëlqimet të këtu, po megjithatë kemi arrit në kohë edhe jemi përgatit. Vlen me cek është gara e tretë që organizojmë si Autoklub i Vjosa në Shtime. 2 gara e kemi marrë afër qytetit Shtimës dhe tash kemi dalë në periferi, tamam tipike qysh është edhe disiplina e këtij autosporti. Domethënë në off-road është jashtë rrugë dhe na sot jemi tamam jashtë rrugën e natyrë, me një natyrë shumë bukur. Garë më e ashpër u zhvillua në kategorinë hard, mbi 3000 kubik, në të cilën triumfoi Xhavit Avdili. Në podiumin e fituesve u gjenden edhe Adem Hajdari dhe Besim Tahiri. Për një prej fituesve, garat e tilla nuk është se janë aq të kushtueshme, nëse superveturat e tyre të modifikuara ekstra nuk kanë defekte. Po mos me pos defekte nuk është e kushtueshme shumë. To rreth 150 euro për shembull. Kështu po kënaqësia nuk paguhet. Në kategorinë soft deri në 2800 kubik, në pozitën e parë u rendet Kushtrim Spahiu, i dyti u rendet Valon Njaha, ndërsa në podium u gjend edhe Zymer Hamza. Të gjithë që fituan këto çmime nuk është se mbetën pa ndonjë shpërblim financiar. 2 kategori për 3 vendet e para, për kategorinë hard vendi i parë domoni ka 1500 euro, vendi i dytë ka 1000 euro, vendi i tretë 500, ndërsa për kategorinë soft vendi i parë 300, vendi i dytë 200 edhe vendi i tretë 100, edhe domethënë kupat për secilën kategori, plus edhe 2 kupa janë për kopilotët apo ndimësit më të mirë. Kjo garë ishte më shumë se sa një sfidë. Ishte një mënyrë për të treguar mjeshtrinë dhe për të ndarë pasionin me të tjerët.